Të dashurit e mi, vëllezër xhamatli, të nderuar dhe të jetë respektuar, të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhënum. Vetëm prej Tij ndihmë dhe falje duhet me kërku. Vetëm prej Tij duhet me kërku zemrat me na i qetësu. Vetëm prej Tij duhet me kërku mendjen, me na mundësu që mos me lejuaja mu kone që orientu. Vetëm prej Allahu duhet me kërku këtë shpirt tonin me dhikr edhe me sabër dhe me namaz, Allahun me përkujtu. Ja Rabbi, pejgamberit shumë selam prej këtij xhamati, prej popullit ton, umetit pejgamberit ton, shumë selam ne i ban, o i madhi Zot, o i madhi Allah, krijues dhe furnizues i jon. O Allah, i ban selam pejgamberit ton. Nuk e kemi njet rrugën tonë me lëshu për asnjë çerpik lëvizjeve syrit ton. Na ke privu pa ftyrën e Tij të bekume, mos na priva prej takimit në ditë kiametit, e kur dalum para Teje me kontram pejgamberit alayhi salatu wa taslim. Në vazhdim vllazni temës në fjalë, Musa alayhi salam, pejgamberi i madh i Zotit. Allahu thot për Musa alayhi salam, o millet, e kam kriju Musën për hatër ta, për qefin ta, me ku maru Musën. Edhe një dit, po besimtarët i bënën shumë zullum, e mashtretun, e torturun, i vnun akuzat i ketime, ullë Musa në dy gojt alayhi salam, filloj me qajt, atë shumë, saq i erdhi Gjibrili alayhi salam. O Mus, selam po të bënë Zotit. Allahu po të bënë selam, po pse gjithë këtë vaj Mus? Musa, pse gjithë këtë vaj, o pejgamberi jam? E pse Allahu e din, për me na dhon neve mësim. E pse Allahu e din, për të na dhon neve edukim. Tha, o Allah, tha tana ti boj, krejt, sprovat, në qafja u vënej, edhe sabër e kam jetë me bo, po një nuk po moj. Nuk po moj, o Allah, një me balafaqu me sprov, e cila është o Mus. Tha, thuj Allahu dhur gjelal, nuk moj me bo sabër i ftireve që po mingjesin, etiketimeve, akuzave, që si kum bo, fjalëve të cilet po mi fabrikojnë, po mi montojnë, une nuk po muj mi u bo sabër, nuk kam bo, o Allah, nuk e kam atë që po ma thojnë, nuk e kam atë që po ma ngjesin, nuk e kam atë që po ma etiketojnë, o i madhi Zot. Allahu tha, o Musa alayhi salam, këtë tha nuk ja kom pengu vetit, këtë unë i kam kriju, unë i kam furnizu, në atë dit iftire mu m'akuzojnë. M'akuzojnë se kam djalë, e unë jam i pastër për kësaj. M'akuzojnë se kam gru, po unë jam i pastër për kësaj. M'akuzojnë se kam qika. M'akuzojnë me etiketojnë, Zoti nuk din thojnë. Vendimi i Zotit s'bë mungu, Zoti s'ka qa mu përzime neve në jetën tonë. A unë këto etiketime, ndaj meje nuk i kam pengu. Këto etiketime, këto akuzat pa baza, ndaj meje nuk i kam largu. As ndaj teje nuk i largoj. Por kjo është udha e pejgamberëve para teje, edhe ati që ka morë pas teje, edhe kjo është udha besimtarve, duhet mu ekspozu para të gjitha sprovave, por të menqurit i minimizojnë, por të menqurit i anashkalojnë, por të menqurit me maturi, me urtësi, me dignitet, me beriqet, me afirmitet, me dashurit madhe, të gjitha pengesat i te i kalojnë. Prandaj na e kemi sloganin ton, karavani duke rrugtu, lehen ka pak qatë anash, por më rëndësi, karavani nuk bën mu pengu, karavani nuk ka mundësi me undal dhe me ustopu. Ata menduan se do t'ju rbije autoriteti vëllezërve tanë, hoxhallarëve tanë, por jam i bindun se dhe ata të cilët nuk i kanë dasht, kanë fillu me menu me i dasht, për nga digniteti tyre, për nga disciplina e tyre, për nga dienia e tyre,
për nga bureria e tyre, për nga nguximi i tyre, sepse Zoti Dhul Xhelal kur e don një njeri e jep urdhnin në qiell, të gjithë kanë me dashur, edhe nuk ka kush që nuk mundet më undal prej thirrjes së Zotit. Si ai që don, si ai që nuk don, si ai që pranon, si ai që nuk pranon, si ai që ka pranuar, si ai që ka refuzuar, të gjithë urdhën e Zotit në zemër, në shpirt komë ju ngulit dhe kanë me dashur. Vëllezër të nderuar, Ibrahimi alayhis salam, këta janë shembujt ton, këta janë shembulltyrët tan, këta janë yrneku ku na morëm mësim. Ky është ngushëllimi jon. Këtu na e gjejmë veten, këtu na e gjejmë frymëzimin ton. Këto fjalë, këto vargje të Kur'anit, recitimi i ajeteve, thënieve të Resulullahit alayhis salatu wassalam, na i qetësojnë zemrat tona, ti shfletojmë, ti meditojmë, ti lexojmë, mos ti anashkalojmë pa i kuptu. Aty do ta gjejmë Ibrahimi alayhis salam, njeriu që pas tij të gjithë pejgamberët erdhën prej lozëve të tij, nuk mbet akuz fytyrë toke që nuk u rëndu për mbi supet e Ibrahimit, por nuk u dorzu. Por Ibrahimi alayhis salam u ballafaqu me një armik të cilin shumë vështirë kemi, runa Zot me nas provu, babën, Allahu me ta dhuru një kufar, po besimtar, armik i dinit, Ibrahimi alayhis salam kështu s'provu. Por çka i thejke Ibrahimi alayhis salam babës vet? Allahu në Kur'an e ka përmend, gjithmonë tha i thejke, jo mi thonë o ti njeri, po çka i thejke? O babushi jam. Ai kufar, kryesor, armik i përbetum i dinit islam, armik i përbetum i kauzës besimit islam, thaja bëjke, o babushi jam. Ja e beti, Allah e ka kallzu që ka thonë Ibrahimi, ja e beti, shqip me përkthy, i deli, bo pakësht, me thonë, o babushi jam, o le qka moni jam, edhe qka i bëjke sabër, edhe Allahu Dhul Xhelal i ka thonë, ti je Imamul Murselin, deri ku ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Erdhën në ditë, bam der, mbërëm ka qenë mikpretësi madh Ibrahimi alayhis salam. Edhe ju shtrej drejk, ju shtrej me ngran, ja banxhi. Tha, hajde bismillah ulo. Ja tha, unë tha, nuk tham bismillah. Pse? Tha, nuk i besoj Allahut. Nuk i beson Allahut? Hup, tha, ti ushqimin tëp s'ki me hangër. Allahu Dhul Xhelal për 7 çejve e çortoi. O Ibrahim alayhis salam, unë ditë e natë i dho furnizim, i dho uj, i dho buk, i dho frym, i dho mundësi me gjallëru. Ditë e natë a i mu mohan, ditë e natë keq për fen ta me flet. Kur nuk ja kam dollë bukën, ty të erdhë një moment për me ushqy, edhe të njëjtë në ko ti e për zonë edhe e largove për shpistane. Vrapoj Ibrahimi a.s. me vrap edhe i tha, o ti robi Zotit, këtheu se Zoti për veprimin tim me qërtoj. Pse? Tha, dini jam islam mëson se musafirt me inderu pavarësisht çfarë besimi i takojnë. Ra kjo vepër, ra kjo thënje, ra kjo veprim, kjo shëmbëltyr, kjo mirësi, kjo lumturi, kjo guxim madhor, kjo vlerë dhe ky vërtet i moralit që duhet të posedoj secili besimtar, ai njeri ra shahadet dhe sjelli iman dhe u bë prej muslimanëve. Prandaj vëllezër të dashur, ju bëj apel që në këto kriza ne duhet ju kthehemi Zotit, ne duhet ju kthehemi fjalëve të Zotit, ne duhet i citojmë fjalët e tij, ne duhet i nxojmë besë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ju bëj apel të gjithëve se kur kritikohet hoxha, kritikohet populli, kur kritikohet i dietari, kritikohet dia, kur kritikohet dhe nënversohet dhe nënçmohet dietari dhe hoxhallari, kritikohet dhe nënçmohet dhe nënversohet namazi, ibadeti dhe adhurimi jon. Prandaj ju bëj me dije të gjithëve që të pendohemi dhe t'i kthehemi Allahut dhe të njëjtën kohë mos të humbum shpresën prej Zotit dhe mos të ndrojmë mendimin e mirë për Allahun dhe mos pranojmë asnjë kompromis tjetër përveç se dashurinë dhe respektin që do duhet me gëzu për Allahun xhelle xhelaluhu. Edhe atyre të cilët ende janë duke u hamend a mu fal a mos mu fal, edhe janë plot të mbushur mendet tyne me dyshime dhe me dilema, të cilët janë duke ja u prun disa medet të çorientuara edhe të degeneruara, jo u bëj me dije edhe të njëjtën kohë ja u kanë mësuar një farë argumenti, e kanë zemrën e mirë, e për çfarë s'po folna, e një dietar e pas ka thonë shumë bukur, ai i cili pretendon që e ka zemrën e mirë edhe ka zemrën e pastër pa namaz, i bjen me thonë sikur se një njeri i cili nuk i ka lënë dhamt edhe thot që e kam gojën e pastër. A dhëmë si kalo, a thot mëre kam gojën e postër, që shtu i bjen. Prandaj, vllazni,
let jetë kjo mësim, let jetë kjo porosi që të vedisohemi edhe mos të marrët kërkosh vendim pa lejen e bashkisë islame, kryeme të saj me muftiun, edhe me hoxhallar tjerë të cilët se cili për juve e dinin në kokë dhe në ftyrë, se cili e ka zemrën e kthim prej kible, sepse ti mundesh mu kthy prej kible sa dush, a zemrën bavaki e kthime prej mos ka pikë dikaj tjetër, edhe të njëjtën kohë ajo nuk të kryen ty punë. Zemrat Allahu azza wa jalla i drejtoft ka kibla e muslimanëve, e na mundsoft Allahu të bashkuar, çu ka thënë Allahu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, të gjithë kapuni litarin e Allahut, e mos lejoni me u përça, e mos lejoni me u largu prej udhës Allahut, në amën të një frikë të cilën janë duke ju kamuflu dhe duke ju ekspozu dhe duke u munu më ju largu dashurin që do duhe ju me gëzu ndaj imamve t'juj, ndaj prisave t'juj, mësusave t'juj, se hoxha është edukator, hoxha është udhëhesi më i mirë. Ja vetëm një shembull që tash mu kujtu të dashurit e mi. Na nuk i kena faj kërkujna pse fen islame e kena më të mirën. Na nuk i kena faj kërkujna pse islamin Allahu na ka garantu prej çdo devijimi është i mbrojtur. Na nuk i kena faj kërkujna që Allahu islamin a ka bo proces jetë, sistem jetë. Na nuk i kena faj kërkujna se islami është i vërtet, është i këndshëm, është i urtë, është i butë, është i mirë, pse po munohen me lloj mënyre me na largu prej dinit islam dhe me na fut huti dhe amulli. Mirë po të dashur të mi, islami është mrekulli. Krejt islami është mrekulli. Ku ta kapsh islamin është mrekulli. On abdes, on namaz, on adhurim, on zeqat, on sadok, on punë të mira është mrekulli. Ja vetëm një shembull. Pa u zbulu adeneja. Adeneja pa u zbulu që është shkon nëpërmjet disa proceseve mjekësore mos timin anena, pas ka ndodhur një problem shumë i madh në vitin 1979 në Damask, që në Siri që është hallakon me modhe, inshallah Allah e bën hajër, edhe vllazët të nderuar, pas ka ndodhur një problem shumë i madh mjekësor. 2 infermiere kanë gabu në 2 fëmijë të posalindur. Njëri fëmijë vajzë, njëri fëmijë mashkull. Edhe tash nuk e kanë ditë nonat e veta se cili kujt është fëmia. U bë problem, nuk kanë pasur mi bon atë para 35 vite analizat e ADN-s. Derisa kanë dashur me ngrit këtë problem deri në organizatën e Kombeve Bashkuara në sektorin e shëndetësisë. Ministri i shëndetësisë tasoj kohë pas ka pas një dashamirësi ndaj një hoxhe në Damask. Thotë aty në problem në shkojt konsultona me hoxha, çethet. Nas po dina ja hoxha, ku din me hoxha? Mora të shkoj se hoxha gjithë ditën me çitop në dorë, njëri që i tutet zotet ai din, Allahu dhul jalal mëson. Shkojnë, i thonë çështë që ai thotë, kjo puna më e thjeshtë është. Thotë Allahu neve këto na ka kallzu, thotë para 1400 vjetë, thotë tom 1400 vjetë, thotë shteti sot të mund me rafia thotë jeti. Thotë thirrmi këtë mjek, thirrmi thotë krejt pushtetar, i throsin rap. Thotë shumë kallaj, vesh me një kusht, më sjell thotë një vog peshore. Edhe thot, më thirr ma sjell një peshore, edhe 2 filxhana. Thot edhe le të mbushen secili filxhan me sasi të barabarta qumsht të nanave të 2 fëmijëve. Mbushen matën. Edhe tash kur i matin filxhani i qumshtit të nanës fëmijës të mashkull peshon më shumë se filxhani i qumshtit të mbushur prej nanës të fëmijës femër. Atë dhe ka e ditë te, thëtë Allahu nga ka kalëzun në Kur'an, se ka thonë Allahu burrat i kanë 2 hiset e baba, do më 1 hiset plot, a fëmit e kanë, fëmit femër fjala është, e kanë hisen do të thëtë të përgjysmume. Pse? Ta po thënë pa barazi gjinore, po na thënë pa barazi gjinore, thëtë. Jo, po na që kena me islam, të baba i merë gjysen, a të burre merë gjysen, pre të bëhet e barabartë. Të baba e merë gjysen, te burri merr gjysën apet bote barabart. Edhe këtu Allahu e ka dallu, edhe thot kjo nonë e cila qumshti i saj rëndon më shumë është nona e fëmijës të mashkull, e kurse kjo tjetra është nona e fëmijës femër. Kjo është mrekullia e Allahut azza wa jall, që të tjerë po mundohen ta ngulfatin. Çai bën kjo? Kjo i bën të dashurit e mi që mos ta kuptojmë. Edhe ti të kokë ta po thirrën në emër të luftës kundër terrorizmit, edhe në emër të luftës kundër ekstremizmit. Pikërisht kur arrestohen xhollarët me renome botnore siç i kemi na, të cilët janë antar të selive të ligave, të lidhjeve të unioneve botnore. Kjo çka i bën? Kur hoxha nuk ka kontakt me xhamatin, çka i bën? Atër mund më infiltru lloj agenture huj edhe xhamatin e cilët kanë entuziazëm nashta pak më shumë.
edhe qka mund për me ata me dol në radikalizëm ose runa zënd mu infektu me virusin e terrorizmit. Pra ndaj ju bëjt me thirrje të gjithëve aktorëve në fjalë, që shokët e vllazërit tonë sa raport na lirojnë, se janë të lirë, dhe të njëjtën kohë janë të pafajshëm, edhe atë që janë të pafajshëm, edhe atë që janë të pastër, sikurse nona që çon për fëmijën e vet, çaq janë ata të pastër, e të mençur, e të dienitetshëm. Mirë po të dashurit e mi, para për i theksoj, mos gaboni me marr vetën në dorën e juj. Ju edhe të ardhmen e juj duhet me lanë durt e dietarëve. Dietarët ju bëjnë porosi dhe ulemat dhe xhallarët kryen me ta. Muftin e bekum, Allah inshallah përmirëson edhe ndihmon, se s'ka njeri i cili nuk ka nevojë për tu përmirësuar dhe për tu forcuar rrugën e Allahut dhul xhelal, nuk u zon askush të përgjigjet dhe të bën dënje veprim në emër të dashurisë ndaj xhallarëve, protesta e pralla të tjera, të cilat asnjë punë Kosovë, ama na e kena të vërtetuar me këtu. Asnjë punë Kosovë nuk është ndreq me protesta. Hiç. Edhe në shpejt nuk do të me hi kadera u gjakut, as kadera nga dera e tjetër kafit, po në shpejt do të me hi kadera kryesore. Ne do të me hi ka na ka thonë Zoti, edhe do të me dal ka na ka thonë Allahu dhul xhelal. I pëlqeu, si pëlqeu, duhet se cili me lujt rolin e vet konstruktiv në shoqërinë aty ku jeton. Zoti e din më së miri, qofshin faqebar. Faleminderit shumë vëmendje, lut në Zotin sepse duat në këtë moment dhe në këtë ditë Allahu nuk e lën pa i pranu prej zemrave të pastërta dhe për njerëzve që pëndohen para madhënisë së tij. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa usalli wa usallim ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Vëllazër, ajetet cilat na freskojnë, ajetet e cilat na japin zemër, ajeti i cili na jep shpresë, ajeti i cili na jep ymëd, Allahu i cili na përmirëson, Allahu i cili duave tona na i përgjigjet, na ka kallëzuar në ajetin 139 në surën Al Imran, ndëgjone me veshjen e zemrës, jo me veshjen e kokës. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Masu shqetësoni. In kuntum mu'minin, masu mërzitni, in kuntum mu'minin, masu irnani, in kuntum mu'minin, masu dërzohuni, in kuntum mu'minin, mas gabani të përçani, in kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Zoti ka mendim të mirë për ne, për këtë arsye na ka quajtur besimtar, mos lejani ta ndrën Zoti mendimin për ne, e kjo botë runa Zot kur na gabojmë edhe kur na ngutemi edhe nuk jemi të konsolidum edhe xhamati nuk e ndëgjon prisin dhe imamin e tij. Zoti na udhëzoft, na bashkoft, Zoti na gëzoft sot ya Rabbi me lirimin e vëllezërve tonë xhallar, dhe dhoshtë Allahu që këto skena mo asnjëherë mos përsëriten, dhoshtë Allahu xhalla xhelalu që të kthehet autoriteti dhe fama e secilit hoxh, atë sa ka dije dhe ka ilm edhe ka devotshmëri, edhe të njëjtën kohë ky vendi jon të ecë në rrugën e drejtësisë, në rrugën e prosperitetit, në rrugën e afërcisë dhe të mirëqenies së plot, të cilës i takon, dhe njerëzit kanë vujt dhe kanë fliju trupat e tyre vetëm e vetë që të na shohin të bashkuar edhe të nderuar mes veti, e jo runa zot të armiqsum edhe të përçar mes veti. Para se me përfundu të dashur të mi, i kam dy kërkesa. Një kërkesë është vllazni, ju e dini se jemi duke punuar në xhamin e Vaganicës, edhe jemi orë të kupulla, kemi ngecë për mjete, prandaj sot peshosh që është një numër pak më i madh i xhamatit, të bëjmë një jetë për hatër të Zotit që ta përfundojmë çat kupull, e mos na dëmtoj shiu se ta vesh kemi hinë sezonën e vjeshtës, edhe shumë normale me pas të reshura, moti me ndryshu nuk mundu me punu, prandaj Petriti bashkë me stafin e tij teknik dalin atje në post edhe të bëni një jetë për hatër të Allahut sadak, që Allahu dhul xhelal të na ndihmoj edhe të na përkra
edhe Allahu dhul xhelal të metat dhe gjunohat tona të na mbulojë dhe të na i fal. Porosia e dytë, të dashurit e mi, prap ai prindi i sot njofshit, i cili kërkoi për djalin e tij të vetëm, i cili është në krizë për gjakun, sepse gjaku përshëndrohet në ujë ose ka një smundje të ngjashme, nuk e di, po bën apel, e ka një grup të veçantë të gjakut A- sa e di, po bën apel, është ndoshta jam duke u korrit para teje dhe para xhamatit tan, amoni ku kanë ndini dikonin cili ka çat grup të gjakut, shkonin në spital tek Bajri, atje spitali i qytetit ton, edhe të dhuroni gjak, se ndoshta ti e dhuron çat gjak, e çaj gjak bëhet sebeb, Zoti e bën sebeb që ai dalë mi shpëtu, e buzëqeshin ati prindit me ja kthy, sepse ka të vetëm. E Zoti dhul xhelal na mundsoj që të na i kthen buzëqeshit në zemrat tona, pasi që këto ditë janë duke na mungu edhe janë me të drejtë mungesa e tyne. Zoti na lehtësoft edhe na ndihmoft, e mos gaboni me u dorzu para provave që Zoti rob të vetë të dashur i sprovon. Allahu na ndihmoft e qofshin faqe bardhë.